Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit është përgjegjëse për uniformat dhe ka të drejtë të mos lejojë në shkolla bartjen e shamis për mbulimin e kokës, ka konstatuar Gjykata Supreme. Udhëzimi administrativ që ndalon bartjen e shamis nga nxënësit u sfidua në gjykatë nga rrjeti i femrave për zhvillim profesional arrita, por Supremja e refuzoi padin dhe i dha të drejtë ministrisë. Ligji për arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës në mënyrë të qartë dhe detyruese përcakton se nxënësit obligohen për bartjen e uniformës shkollore. Ky formulim përbën një detyrim ligjor të drejt për nxënësit dhe njëkohësisht me vetë natyrën e tij përjashton çdo formë tjetër të veshjes që nuk përputhet me uniformën zyrtare të përcaktuar nga institucioni arsimor, pasi një dispozit detyruese nuk mund të zgjerohet apo relativizohet me interpretime që do ta bënin të pavlefshme qëllimin e saj rregullues. Pas ligjit për arsimin parauniversitar, trupi gjykues i kryesuar nga gjyqtarja Delushe Halimi gjeti se edhe ligji për arsimin ja mundson Ministrisë së Arsimit ta ndalojë bartjen e shamive nga nxënësit e shkollave të mesme të larta. Ky autorizim ligjor i jep Ministrisë bazën juridike për të përcaktuar standarde të detyrueshme disiplinore dhe rregulla të përgjithshme të sjelljes, përfshirë edhe rregullat që lidhen me veshjen dhe pamjen e jashtme të nxënësve me qëllim të ruajtjes së rendit, uniformitetit dhe neutralitetit në ambientet shkollore. Bazuar në aktgjykimin e Supremes, shtetet e rregullojnë në mënyra të ndryshme bartjen e shamive në shkolla. Si shembull, Supremja e përmendi rastin e njohur si Dahlab kundër Zvicrës në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njerëzit, ku konstatua se shteti mund ta kufizojë shprehjen fetare kur ajo bie ndesh me rendin, sigurinë apo barazinë gjinore. Sipas Supremes, kuvendi ka përcaktuar kufizime të pranueshme në lidhje me veshjen e nxënësve dhe ja ka lënë në diskrecion ministrisë caktimin e rregullave se si duhet të duken nxënësit nëpërmjet akteve nënligjore.